Po shëndetje të gjithëve, sot do t'ju tregoj një histori të bukur për një mbret që kishte një dëshirë shumë të madhe, donte të ishte njeriu më i mençur në gjithë botën. Hajdeni ta zbulojmë bashkë se si shkoi ky kërkim i mbretit, por urtësi. A ka menduar ndonjëherë dikush si do të ishte sikur të dinim gjithçka, absolutisht çdo gjë në botë? Imagjinojeni pak. E po pikërisht këtë gjë donte edhe mbreti i përrallës son. Tani, le të njihemi me personazhin ton kryesor. Na ishte se ne ishte një mbret, por ky mbret ishte shumë i mërzitur. Dhe dini pse ishte i mërzitur? Sepse ai kishte një problem të madh. Nuk arrinte dot t'i lexonte të gjithë librat e botës dhe të mësonte çdo gjë që shkruhej në to. Imagjinoni pak, çdo ditë që kalonte, mbreti mendonte për të gjitha ata libra të panumërt që ishin në botë dhe për gjithë sekretet që fshihnin brenda. Dhe sa më shumë mendonte, aq më i trishtuar bëhej, sepse e kuptonte që një jetë e tërë nuk do t'i mjaftonte t'i lexonte të gjithë. Sa shumë e dëshironte ai ta kishte gjitha të dije vetëm për vete. Tani, diçka shumë interesante që na mëson kjo histori është se ka dy lloje dijesh. Ka një dije që vjen nga Zoti, që është e sigurt pa pikëdyshimi, dhe pastaj ka një dije tjetër, që vjen nga imagjinata jon, e për këtë kur nuk mund të jemi plotësisht të sigurt. Dhe kështu, një ditë, teksa po mendonte, mbreti i shkrepi një ide e madhe fare. Menjëherë, ai thirri pranë vetes të gjithë njerëzit më të mençur të mbretërisë dhe u dha atyre një punë vërtet gjigante. Me një zë të fortë e mbretëror, ai u tha: "Shkoni, mblidhni të gjithë librat me dije nga e gjithë bota dhe futini në një libër të vetëm, që unë ta lexoj." Wow, gjithë dituria e botës në një libër të vetëm, çfarë ideje! Dhe kështu nisi aventura e madhe. Karavane të tërë u nisën në çdo anë të botës për të kërkuar libra. Pasi i mblodhen, njerëzit e mençur u mbyllën në shkret të tir dhe filluan punën. Dhe punuan pa u ndalur, për një vit e një ditë. Tingëllon si në përpëralla, apo jo? Kur më në fund u kthyen te mbreti, ata kishin me vete një libër, por ai ishte aq i madh, shumë i madh. Fytyra e mbretit u vrent. Jo, mendoj me vete, po si do ta lexoj unë ndonjëherë këtë libër kaq të stërmadh? Pra, mbreti nuk ishte as pak i lumtur, dhe kështu ai u dha dietarëve të tij një detyrë tjetër, por kësaj here ishte edhe më e vështirë. Ai i shikoi dhe tha: "Tani, dua që të gjithë dijen që ndodhet në këtë libër gjigant ta shkruani në një fjali të vetme." Prit, çfarë? Një fjali të vetme? Gjithë dituria e botës në një fjali? Imagjinojeni pak sa e vështirë. Dhe çfarë bën njerëzit e mençur? U kthyen sërish në punën e tyre, dhe prap punuan pa pushim për një vit e një ditë të tërë. Ata ishin vërtet përkushtuar për t'ia plotësuar dëshirën mbretit. Kur u kthyen, ata i paraqitën mbretit fjalin, dhe ishte fjalia më e gjatë dhe më ngatëruar që është dëgjuar ndonjëherë. Aq e komplikuar ishte sa mbreti prap nuk ishte i kënaqur. Ishte thjesht shumë e paqartë. E po, kështu arrim tek kërkesa e fundit e mbretit, detyra e fundit dhe më e vështira nga të gjitha, një detyrë që dukej e pamundur. Mbreti foli sërish: "Këtë fjali të gjatë zvoglojeni në një fjalë të vetme, një fjalë që të përmbajë gjithë dijen e njerëzimit. Një fjalë e vetme? A mund të bëhet një gjë e tillë?" Pra, le të shohim pak. Viti i parë, një libër gjigant. Viti i dytë, një fjali super e gjatë. Dhe tani, në vitin e tretë, ata kishin gjetur një fjalë të vetme. Pas 3 vitesh të tëra pune, njerëzit e mençur u kthyen te mbreti për herën e fundit. Tensioni ishte i madh. Kishte ardhur momenti së vërtetës. Udhërheqësi i dietarëve ju afrua fronit të mbretit. Dhe në dorë nuk mbante asnjë libër të madh, asnjë shkrim të gjatë, por vetëm një copëz të vogël letre. E gjithë dituria e botës e premtuar ishte aty, në atë copëz letre. Mbreti e mori me duar që i dridheshin nga padurimi. Zemra i rrithte fort teksa po e hapte për të parë përgjigjen. Në letër shkruaj vetëm një fjalë: ndoshta. Mbreti e lexoi dhe fytyra ju zbraz. U mbush me një zhgënjim të thellë.
Vetëm kaq? Pas gjitha saj pune? Ndoshta? Por, prisni një sekond. Ndoshta ka diçka më shumë këtu. Le të ndalemi e të mendojmë pak. Çfarë do të thotë vërtet kjo fjalë kaq e çuditshme? Dhe pse? Pse mund të jetë kjo përgjigjja më e mençur nga të gjitha? Fjala ndoshta do të thotë që diçka mund të ndodhë, por nuk jemi të sigurt. Është një fjalë e mbushur me mister dhe mundësi të reja, nuk na jep një përgjigje të prerë me thik, por na le hapësirë për të imagjinuar dhe për të habitur. Dhe pikërisht këtu fshihet sekreti i madh i kësaj historie. Fjala ndoshta na mëson diçka shumë të rëndësishme, që është në rregull të mos i dim të gjitha, që disa pyetje nuk kanë vetëm një përgjigje të thjeshtë. Dhe gjëja më e bukur nga të gjitha është se të jesh kureshtar dhe të pyesësh është vetë një formë e madhe urtësie. Kështu pra, kjo përrall na lë me një pyetje për të menduar, cila është gjëja më e mençur që mund të di dikush? Po, ndoshta përgjigjja nuk është një fakt i caktuar, por vetë aftësia për të thënë ndoshta.